Agjenda reformuese nga plani për rritje nuk është zëvendësim për antarësim në BE, por është vegël me çka do të mbështeten përgatitjet e shtetit për antarësim në BE. Këtë e theksoi ambasadori i BE-s Mihalis Rokas, referuar 750.4 milion eurove nga Fondi për Reforma dhe Rritje të Ballkanit Perëndimor për periudhën 2024-2027. The growth plan reform agenda should result in... Realizimi i agjendës reformuese nga plani për rritje duhet të rezultojë me një fitore të trethisht, rritja e integrimit, gjëra të kafshme për qytetarët dhe në mënyrë plotësuese, resurse plus në buxhetin e shtetit, me çka do të mbështeten reformat kyçe. Rezultatet do të vlerësohen 2 herë në vit dhe mjetet do të lirohen në pajtim me oraret e gjysmëvjetorëve dhe si do të jenë qëllimet, ashtu do të bëhen edhe pagesa drejt buxheteve nacionale. Ambasadori potencoi se këto janë plotësimi i asaj që veç ekziston për agjendën reformuese dhe agjenda për RMV-n është 750.4 milion euro, krahas atyre të programeve IPA që e kalojnë shifrën e 500 milion eurove për grante për financim. Përfitimet e këtij plani, ministri për çështje europiane Orhan Murtezani tha se do t'i ndjejnë edhe qytetarët. Përmes këtij plani, qytetarët do të munden qartë t'i dallojnë rezultatet dhe efektet konkrete të reformave, nga përmirësimi i mjedisit biznesor dhe hapja e vendeve të reja të punës, deri te konkurenca më e madhe ekonomike dhe përforcimi i institucioneve demokratike. Në këtë mënyrë, plani jo vetëm që do të rrisë vizibilitetin e aktiviteteve të cilat i realizojmë me ndihmën e Bashkimit Evropian, por gjithashtu do të përforcojë besimin e qytetarëve në procesin reformues dhe të ardhmen evropiane të shtetit tonë. Ambasadori Rokas uroi vendin që ishte i pari nga shtetet e Ballkanit Perëndimor që nënshkroi marrëveshjen për mjetet të cilat janë për planin e rritjes dhe uroi gjithashtu për, siç e quajti ai, agjendën e mirë reformuese.